Ekipi i futbollit Bureli e nisi me këmbë të mbar këtë vit të ri kalendarik sa i përket përballjeve në kampionatin e kategorisë së parë. Matjanët arritën të gjejnë 2 herë rrjetën e Portos Mike, duke marrë 3 pikë të plota në këtë përballje. Skuadra e drejtuar nga tekniku Samuel Nika u hodh në sulm që në minutat e para të ndeshjes duke kërkuar me ngulm golin e avantazhit, por për 45 minutat e pjesës së parë asnjë aksion nuk u finalizua. Ndërkohë edhe pjesa e dytë nisi me sulme të shumta drejt Portës Fjerake, por vetëm në minutën e 67 është arritur të gjendej goli i avantazhit. Është Xhabrahimi i cili jep forcë ekipit të tij dhe i hap rrugë golit të dytë, që vjen pikërisht 4 minuta më vonë. Është Mura i cili dyfishon shifrat për skuadrën matjane duke bërë që gjithçka të mbyllej Bureli 2 Apolonia 0. Veç 3 pikëve të marra në këtë përballje, skuadra e Burelit fitoi edhe një vend në tabelën klasifikuese, duke u ngjitur në vendin e 5 në kuotën e 26 pikëve dhe duke lënë pas Besen me 24 pikë dhe Apolonin me 22 pikë. Takimet e tjera të luajtura të shtunën e 17 janarit përfunduan Laçi Kukësi 2-1, Pogradeci Besa 0-0, Iliria Kastrioti 0-1 dhe Lushnja Korabi 2-0.